Pak ditë më parë, qendra më e madhe spitalore Nën Tereza në Tiranë u përball me ndërprerjen e furnizimit me ujë. Operacionet e planifikuara u pezulluan dhe shërbimet u përballën me një situatë të pazakontë. Por nëse qendra spitalore do të kishte 2 linja furnizimi nga burime të ndryshme, ashtu siç e përcakton protokolli për institucionet e rëndësisë së veçantë, kjo situatë nuk do të kishte ndodhur. QSUT, Spitali Ushtarak dhe spitalet të tjera në kryeqytet kanë vetëm një linjë furnizimi nga impianti Bovillës. Në rast të ndërprerjesh, si ajo e pak ditëve më parë, spitalet përdorin depot rezerv. Drejtues të shëndetit publik në Tiranë që monitorojnë cilësinë e ujit, tregojnë se depozita e qendrës spitalore nuk mban më shumë se 400 m3 ujë, e cila harxhohet në pak orë. QSUT-ja nuk ka 2 linja të ndryshme Bovillës Elit. Njëra është linjë direkt dhe tjetra ka një rezervuar të madh mbi 400 m3, e cila përballon rastet emergjente. Nëse ajo do të përdoret vetëm për sallat operatore, ajo mban 48 orë. Nëse ajo do të përdoret për gjithë spitalin, pastaj nuk shkon më shumë se 24 orë. Specialisti i gjenës i rekomandojnë drejtuesve të QSUT-s, por dhe spitaleve të tjera, kryerjen e investimeve për ruajtjen e cilësisë së ujit dhe sigurimin e burimeve alternative. QSUT-ja duhet patjetër të marrë masa për të siguruar një impiant trajtimi. Uji i depos, përpara se të futet në sistem, mirë është të ketë një impiant trajtimi. Të paktën, nëse parametrat janë ndryshuar, po të trajtohet, do të ketë klorinim, i cili duhet të ketë me një dozator automatik. Ky ujë, pavarësisht se mund të ketë qëndruar 1, 2, 3, nuk e di se sa kohë, po duhet të jetë i trajtuar sa herë që magazinohet. Dilemave nëse duhet pirë ujë çezmës ose jo, u japin përgjigje me argumenta specialistët e higjienës. Sipas tyre, uji që del nga impianti Bovillës, i cili furnizon 60% të Tiranës, është cilësor dhe i pishëm, por kalimi i tij në rrjet dhe në depozita e ndryshon përbërjen. Rrjeti ujësielësit në Tiranë është i viteve 70, i amortizuar dhe nuk është ndërhyrë për inovim, ndërsa depozitat e pallateve nuk pastrohen prej vitesh, çka e bën ujin që del në çezma gjithnjë më të pasigurt.